Kjo është zona më e famshme malore në rrethin e Hasit, që dallon për shkëmbinjt e mëdhenj gëlqeror që japi një pamje shumë të bukur. Mu në lartësinë më të madhe të malit, aty shtrihet një grop shumë e thellë me fjalorin popullor quhet Hurdha e Madhe, si dhe në lartësinë 1700 metra mbi nivelin e detit është kroji Dragavodit, i cili dallohet për ujin e kristalit dhe shumë të ftohtë. Rruga më e shkurtër për të shkuar në majë të Pashtrikut kalon nga Cahani, pasi këtu ka rrugë makine deri në gjysmën e majës dhe pastaj pjesa tjetër mund të përshkrohet me këmbë ose me kuaj, ku nga lartësia duket rrafshin Alta e Krumës dhe rrafshi i Dukagjinit, ku qyteti i Gjakovës duket sikur një lule mes kësaj fushe të pafund. Nga krahu tjetër duket liçeni i Fierzës që zbukuron Kuksin mes malesh dhe mëtej dallohet Prizreni, ky qytet i lashtë. Pra, Pashtriku qëndron si kuror mes 4 qyteteve, çka është një arsye shumë e madhe për t'u vizituar. Kur të vini në Has, bëni mirë të mos largoheni pa e vizituar malin e Pashtrikut. Ky i fundit është një mal që gjendet në Kosovë dhe në Shqipëri, me një lartësi prej 1986 metra. Majat e saj formojnë kufirin midis Kosovës dhe Shqipërisë. Kroji i Gorozhupit, njohur si kroji i Lotit, ndodhet në territorin e Prizrenit, në kufirin verilindor mes Shqipërisë dhe Kosovës. Për të mbërritur tek ky krua, duhet të udhëtosh në një rrugë rurale 40 kilometra nga Kuksi në Has, e mëtej rreth 30 minuta në këmbë, shoqëruar nga banorët e zonës.